Jemi në katin e 3 të pallatit të brigatave dhe po realizojmë skeqin e rallës të Telebingos. Ky është momenti i përgatitjes. Shikoj Mondin duke krijuar një figurë të re. Ndalova një moment, mora bllokun e arkivës dhe shkoj te emri Mond Laku. Kishte numrin më të madh kasetave me të cilat ishin personazhet e krijuara nga ai. E mora në telefon ta pyesja kur kishte ardhur në televizionin shqiptar. Po punonte për Portokallin. Më tha 1977, afër 60 vjet. Ashkënaqësi për mua. Nuk më pëlqejnë vlerësimet, se tek ne ato janë të tepruara. Po Mondi është një artist me vlera. Mbi emrin vireni vet. Ka marrë një moment nga rubrika e bloveve në Telebingo me regji Pali Kuk. Para ju është një grup i ri këngëtarësh që këndon për herë të parë për publikun ton dhe ne gjejmë rastin që t'ju urojmë këtyre djemve të Tiranës të kenë fatin e madh të djemve të Liverpoolit.